Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Gone. Mirëmëngjesi për ju në studio dhe për gjithë teleshikuesit që po na ndjekin këtu pra nga Fakulteti Filozofik, ku do të nisë konferenca e parë ndërkombëtare nga sociologjia. Kam të ftuar shefin e Departamentit të Sociologjisë, profesor Artan Krasniqi, i cili na njofton mëngjesisht rreth kësaj konference. Profesor, mirëmëngjesi, faleminderit për pritjen. Faleminderit për juve që keni ardhur dhe që keni gjetë kohë dhe për hapësirën televizive gjithashtu. Konferenca e parë nga Departamenti i Sociologjisë, çka është kjo konferencë, profesor? Po, në fakt është konferenca e parë ndërkombëtare, të cilën Departamenti i Sociologjisë e organizon si e vetme, domethënë natyrisht që në të kaluarën, sepse siç e dini, Departamenti i Sociologjisë ka një histori të gjatë dhe ka pasur edhe konferenca të tjera, edhe bashkëpunim në konferencat të cilat janë organizuar prej Fakultetit Filozofik, mirë po kjo është konferenca e parë ndërkombëtare të cilën Departamenti i Sociologjisë organizon si e vetme. Këtë vit, meqense është e para, kemi dashur që të trajtojmë një temë pak më të gjerë në aspektin e sociologjisë. Pra është fjala për dy çështje themelore që e përbëjnë studimi sociologjik, pra anën teorike dhe atë praktike, edhe pra titulli është linja e mendimit dhe praktikës sociologjike, ndërkaq kemi dashur të flasim për vazhdimsinë edhe për transformimet në këtë shoqërinë moderne të cilën po e kalojmë. E the që Departamenti i Sociologjisë ka një background në të kaluarën, edhe ka qenë e vështirë organizimi një konferencë ndërkombëtare? Në fakt ose cilat kanë qenë ato vështirësitë në realizimin e kësaj konference? Në fakt ka njëherë emri i madh, historia e mbushur me plot krenari është edhe përgjithësi në të njëjtën kohë, domethënë nuk është nështë njësoj si me nisë prej zeros, sigur me pas vazhdimsinë e një departamenti me histori, po them edhe njëherë të lavdishme, me emra të mëdhaj si profesori Femi Agani e deri te më i riu sot këtu, të cilët kanë angazhim të madh publik edhe qytetar, gjithmonë për një shoqëri sa më të mirë. Prandaj emri ka njëherë flet vetë, është ma lehtë kur ki backgroundin e një departamenti siç është pra me këtë traditë. Në anën tjetër kjo është një përgjithësi shtesë, sepse nuk guxon me dështu. Pra, domethënë vështirësitë, më thonë që më shumë kanë qenë si zakonisht të natyrës teknike, por jo të ndonjë fushë tjetër, më thonë, karakterit shkencor. Ka shumë të ftuar? Kemi 3 panele dhe 2 folës. Folësin kryesor e kemi profesorin Besnik Pula, dhe zakonisht folësit kryesore hapin konferencën, mirë po profesori Besnik nuk ka mund të jetë sot me ne në Prishtinë, ai jep mësim në universitet të njohur në Amerikë, dhe për shkak të ndryshimit në kohë jemi detyruar që profesorin Besnik ta zhvendosim në fund të konferencën si keynote speaker, ndërkaq që 10 folës të tjerë janë përgjatë 3 paneleve që do t'i kemi gjatë ditës. Ndërkaq në Departamentin e Sociologjisë sinqerisht nuk është kjo ideja e studentit në qendër, nuk është klishe as thjesht retorik, por është thelb, prandaj një seksion të veçantë kemi dedikuar 4 prezantimeve të studentëve, të cilët bazohen në 4 hulumtime që ata i kanë bërë në kuadër të projektit që e kemi fituar si departament prej KUSAS për mbështetje për zhvillimin e kapaciteteve dhe aftësive kërkimore të studentëve, përqëllimisht përmes programit SPSS. Kështu që paneli i studentëve është i veçantë, edhe presim me pas po ashtu të njëjtin interesim sikur edhe panelet e tjera. Nëse kam kohë isha të përkthy veç pak panelet në panelin folësi i parë na vjen prej Polonisë, profesori Maciej, i cili do të flasë për rolin e sociologëve në praktikat kulturore në shembullin e Polonisë, ndërkaq paneli i parë nis me profesorin nga Gjermania Bujar Aruçaj, i cili do të na flet për tingullin e shoqënisë, një shëtitje në për teoritë kryesore të muzikës dhe sociologjisë së muzikës. Profesori Ali Pajaziti nga Tetova na vjen me pyetjen se ku qëndrojmë sot me sociologjinë publike. Kjo është një përpjekje e vazhdueshme për me bërë sociologjinë gjithnjëherë më publike, dhe Ndriti, i cili bën një ndërlidhje në mes të identitetit urban edhe kujtesës kolektive. Panelin e dytë e nisim me një temë jashtëzakonisht interesante me unë, është prej profesorit Alex Fry prej Universitetit të Bournemouthit në Angli, i cili ka mat ato përvojat e njerëzve jo religjioz para vdekjes, domethënë ato përvojat në prag të vdekjes,
dhe na çon në një farë, si më thonë, dimensioni krejt tjetër, ndoshta edhe të sociologjisë, se çka është në gjendje me matë dhe me kuptu përmes metodave sociologjike. Akademiku Bardh Rugova na vjen me temën vdekja e gjuhës, pra variatetet e rrezikuara të Shqipës, është një çështje sociolinguiste dhe Meriem Gashi e mbyll panelin e dytë me Branko Ndërgjanin, do të thonë bën një lexim të 3 jetëve, me thonë, të Branko Ndërgjanit dhe të formulës së tij të neoshqiptarizmit. Paneli i tretë është më shumë, si më thonë, ka fusha e sociologjisë politike, profesori Adem Beha, që flet, ajo është ekspert i shtetëndërtimit edhe i teorisë mbi shtetin, profesori Gzim Selaci që flet për legjitimitetin, edhe Dardan Lajqi që ndërlidh me normat edhe shoqërinë prej sociologjisë së drejtës. Po ka një farë laramanie, më i thonë, sepse tema e gjanë na jep një farë kësaj mundësie. Pikërisht në këtë derisa të ndalë profesor, është një konferenca pak përfshin segmente të shumta dhe e the që misioni i sociologjisë është për një shoqëri sa më të mirë në kohën që po jetojmë, në gjitha zhvillimet që po ndodhin dhe që po përjeton shoqëria jonë. Sa po arrin sociologjia ta realizojë këtë për një shoqëri sa më të mirë? Po, kjo është, si më thonë, përpjekje e vazhdueshme edhe automatike e jona. Do më thonë është thelbi i jonë. Natyrisht na nuk kemi as tendencë, as të drejtë me ndërhy artificialisht në shoqëri për me provu ata detyrimisht me voma të mirë sipas mënyrës tonë. Mirë po është pa diskutim angazhimi i secilit studente, secilit profesor këtu, përgjatë krejt historisë, është e përbrendësuar kjo ideja që duhet me u angazhu intelektualisht që shoqënia me qenë më e lirë, më e barabartë, më demokratike e kështu me radhë. Si shef i Departamentit të Sociologjisë, e the që diçka e veçantë po ndodh, një konferencë ku ju jep hapësirë edhe studentëve, ka të interesuar për të studiuar sociologjinë? Ka shumë, edhe do të ketë edhe më shumë besoj. Natyrisht, kjo shkon në proporcion me çato nevojat nashta që i ka edhe tregu, si në për të gjitha fakultetet, universitetet, nashta ka një rënje të numrit të studentëve, dhe kjo natyrisht që don një analizë tjetër, jo të tipit të konferencës sot, por ne, do të thonë, çdo vit kemi kuotën, për shembull këtë vit kemi pas për 70 studentëve dhe kemi pas konkurrencë pothuajse 1.8 deri në 2 për një vend. E dim që nuk është e vështirë, studentët e sociologjisë gjenden shumë lehtë në treg, kanë segmente në fusha të ndryshme ku gjenden. Po, do të thonë, pikërisht kjo gjerësia që e jep sociologjia jep mundësi studentëve që të orientohen vetë mandej, natyrisht edhe me ndihmën e profesorëve këtu, që të kanalizojnë veten në angazhimin qytetar që dëshirojnë ta kenë të ardhmen. Pra, shoqënia civile, angazhimi qytetar, drejtat e njeriut, drejtat e kafshëve ndoshta ose ambienti e kështu me radhë, një fushë. Në politikë kemi shumë ish studentë tanë të cilët janë aktiv në media, po ashtu në të gjitha sferat e jetës, sepse sociologjia ta jap një adot në cilin mundesh me shfrytzu mandej edhe në profesionet tjera në cilat. Përndryshe, domethënë thelbi jonë është hulumtimi, kërkimi shkencor edhe shumë studenti kemi të angazhuar në hulumtimin e opinionit publik edhe të tilla. Profesor, jemi drejt fundit, për shumë që mysafirët vetë se po vinë, është e hapur konferenca, mund të vjen kushdo që ka interesim për të ndjekur nga afër? Natyrisht, të gjitha informatat shtesë mundemi me gjetë edhe programin përfshirë, domethënë te faqja e Departamentit të Sociologjisë në Facebook, te faqja zyrtare e Fakultetit Filozofik. Konferenca natyrisht që është e hapur për të gjithë kushdo që dëshiron të bashkohet, të dëgjojë çështje të reja, rezultatet shkencore të këtyre panelistëve edhe debatin, me cilin na synojmë pa t'i japim një shtysë të re edhe të hapim një platformë të re të diskutimit sociologjik në Prishtinë sot. Profesor, nëse kemi shtuar diçka tjetër për fund? Dhe që falenderoj për kohën edhe për ardhin e juaj sot këtu. Është natyrisht nder edhe kënaqësi me fol për publikun e televizionit publik. Edhe ne ju falenderojmë për kohën që ndajtët për Mirëmëngjesi Kosovë dhe urojmë që kjo konferenca të ketë pasaj edhe të tjera në vazhdimsi vit pas viti, mos të jetë vetëm me para dhe tendenca, ideja është që kjo të jetë tashmë tradicionale, kështu që na kemi nisur menu për temën e dytë. Profesor, falenderoj shumë dhe uroj që të shënojmë. Faleminderit.
Delfina Agron pra kishte gjitha këtu nga Fakulteti Filozofik, ku sot fillon konferenca e parë ndërkombëtare organizuar nga Departamenti i Sociologjisë. Ishim pra me shefin e Departamentit të Sociologjisë, profesor Artan Krasniqi Keshti, gjitha kaloj linjën për ju në studio. Faleminderit shumë për këtë intervistë dhe këto informacione.